billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salam ala rasulina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ash-shurafa wa ba'd. Falënderim dhe lavdrat I takojnë Allahu xhalla xhelaluhu, salatu selamu qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Vazhdojmë hadithin me radhë nga kaptina që vijon, kaptina Babulin il kelami li walidejhi. Kaptina fjalt e buta për prindërit. Dhe kjo kaptinë është vazhdimëri e kaptinës së respektit ndaj nanës, në veçanti dhe ndaj prindërve në përgjithësi. Nga Tajlese bin Abbas qal, thot ky njeri kam qenë me grupin e Nejedat. Nejedat është një prej fraksioneve të Khawarijve. Tha asabtu dhunuban la araha illa min al-kabair. Thot I kam bërë disa prej gjunaheve dhe mendoj që ato nuk janë diçka tjetër jashtë se gjunahe të mëdha. Fa dhakartu dhalika li ibn Umara. Shkova dhe u ankova te djali I Omerit, te Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhuma. Qala ma hi, tha çka janë ato gjunahe? Qultu kadha wa kadha. I thash, to gjunahe janë këto dhe këto. Nuk janë përmend se çfarë gjunahe ka vepruar ky person. Thot Ibn Omeri, leysat hadhihi min al-kabair. Këto gjunahe që I ki bë, që I ki vepruar, nuk janë prej gjunaheve të mëdha. Hunne tis'un. Gjunahet e mëdha janë 9. Ibn Omeri në këtë hadith kur thot gjunahet e mëdha janë 9, nuk ka për qëllim me I kufizue që vetëm këto 9 gjunahe janë të mëdha. Po I ka përmend këto gjunahe që ndodh që njerëzit mi bëjnë shpesh. Al-ishraku billah. I tha e para mi bë shirk Allahut. Qatlu neseme, vrasja pa hak, ikja ditën e luftës, me I akuzu të pastërtit, të pastërtat, këtu hynë edhe të pastërtit, prej burrave dhe grave, të martuar qofshin ose beqar, ngrënja e pasurisë së jetimit, ngrënja e kamatës, devijime apo mohime në përgjami, tallja dhe e çajtura e prindërve prej mos respektit. Pastaj I tha djali I Omerit, atafraqu min an-nari wa tuhibbu an tadkhula al-janna. A friksohesh për zjarmin e xhehenemit dhe do më fut në xhennet, a do dëshiron më fut në xhennet? Qultu I wallah. I thash po wallah. Friksohem për zjarmit dhe du me hinë xhennet. Qale e hayyun walidak. Tha, a I ke gjallë prindërit? Qultu indi ummi. I thash, po e kam gjallë nanën. Qal, tha Ibn Omeri, fa wallahi law alanta laha al-kalam wa at'amtaha at-ta'am la tadkhulanna al-jannata majtanabta al-kaba'ir. Tha vallahi, nëse I fol fjalë të buta asaj, nanës, dhe I jep ushqim me ngran, ke mu fut në xhennet në qoftë se I largohesh gjunaheve të mëdha. Pra në qoftë se ti nuk bën gjunahe të mëdha, bën gjunahe të vogla, po, se prej të voglave s'kena mundësi mu largu. Na duhet me I paksu. Na duhet mu mundu në vazhdimëri mu largu për gjunave të vogla. Mirë po, tërësisht së një hikim. Mirë po të mëdhajave, mundi mu largu. Është në mundësin tonë mu largu për gjunave të mëdhaja dhe na duhet me veprue. E Ibn Omeri tha, nësi largosh gjunave të mëdhaja dhe I thu fjallë të buta nanës dhe ushqen nanës, ke mu fut në xhennet pavarësisht gjunave të vogla që I ke. Kjo është kuptimi I hadithit. Pavarësisht që ke bu gjuna të vogla, ke mu fut xhennetin e Allahut subhanahu wa taala.
Fillimi i hadithit. Për ta cekë edhe një herë si dobi, do të mundohemi që gjatë shpjegimit të haditheve shkurtimisht, jo gjansisht, të flasim edhe për dobi tjera që i ka hadithi. Jashta dobis që e ka për temën e caktuar të cilat ka vendosur Imam Buhariu hadithin, në fol edhe për tema tjera që i ngrethen hadithi shkurtimisht, dobi të rëndësishme. Këtë hadith e ka pru Imam Buhariu nga Ibn Omeri radhiyallahu anhu, me na tregu neve rëndësinë e respektit ndaj prindërve edhe rrezikun në të tematika edhe rrezikun e mos respektit. Mirë po në hadith ka dhe çështje tjera që janë të rëndësishme, mu cek, ato më të rëndësishme do të mundohemi me i cek. Thot, kuntu ma'an najdat. Kam qenë njëri që jam shoqënu me najdat. Kush janë najdat? Najdat janë një frakcion i xhavarixhve, pothuajse më të afërmit me Ahlusunnetit. Më të afërmit me Ahlusunnetit prej grupacioneve të shumta që i kanë xhavarixht. Ky njeri thot kam qenë me najdat. Kush janë najdat? Janë fraksioni i cili përkatëson të Nejde bin Amir al-Hanafi. Dhe prej bazave që i ka pas grupi Nejdat, se ai i cili vepron gjunohe të vogla me këmbgulje, ose është gënjeshtar në vazhdimshmëri, është kafir, edhe është mushrik. Ka pas për mendimit se në qoftë se dikush prej grupit të tyre bën gjunohe të mëdha, nuk është kafir. Ama në qoftë se dikush jashtë grupit të tyre bën gjunohe të mëdha, ai është kafir. Dhe besimet e kota që ata i kanë pas. Thotë edhe te Abdullah ibn Omeri dhe i thash, i kanë bërë gjuna dhe mendoj që nuk janë tjetër vetë se gjuna të mëdha. I kanë bërë gjuna, i kanë bërë të këqija. Kjo e cila e ka kaplu këtë njeri në kohën e Abdullah ibn Omerit, është për fat të keq. Po thuaj se e pashmangshme për çdo të ri i cili është i pakujdesshëm dhe sfidon veten e tij dhe rrezikon veten e tij në rrjete sociale duke pas kontakt me çdo grupacion të mundshëm për të devijumve. Dhe ajo çka na bie shpesh me pa, rreziku dhe sfida e shumë prej të rive që udhëzohen dhe kanë atë vrullin e udhëzimit të fillimit dhe dojnë një kop komplet meselet për 2-3 ditë. Dhe ndikohen prej dyshimeve të shumta që përhapen në rrjetet sociale. E ky njeri na transmeton këtë në kohën e Abdullah ibn Omerit, dhe kjo është e vazhdueshme. Mirpo, dallimi i kësaj gjendjes në këtë transmetim dhe i kohës tonë bashkëkohore është se kur kanë paraqit dyshimet tash, o shpendu, është largu prej gjunajt dhe gabimit dhe të devijimit që ka pas, mirpo gjurmët të devijimit kanë mbet. Rreziku, e keqja, damet që ka qëndru me njerëz të bidatit, i kanë mbet në kokë dhe kohë pas kohë i kanë paraqit dyshime. Në rastin e dyshimeve, çka ka bën? A ka thonë hyrë tash e këshyri, që ka thonë Ibn Taymija në ChatGPT veta? A ka thonë hyrë tash në Google edhe kërkoj që ka thonë Muhammed ibn Wahabi veta? Që është ndodhë rasti shumë të rive në kohën tonë moderne, posaçërisht në çështjen e tekfirit. Posaçërisht në çështjen e tekfirit. Posaçërisht në çështjen e mohimit të tagutit. Ku rastisim shumë raste që njeriu është largu prej kufrit, prej shirkut, është distancuar prej mushrikëve, është distancuar prej tagutit, i ban tekfir mushrikë, kështu më radh, i paraqiten dyshime, kjo edhe për çka? Për shkak kontaktit me njerëz të devijimit. A ku bëhet kufër në tagut, as ku bëhet kufër në tagut? A ku hin islam çish duhet, as ku hin islam çish duhet? A janë ke qafira, as janë ke qafira? Edhe kështu më radh. Kjo nuk ndodh vetëm te mesela e tekfirit, te çështja e guluvit, me teprun tekfir.
Kjo ndodhe ka qëshe gjasë, e njëjta. Ai i cili sfidon vetën e vet, i hyn një rëllumit një 10-15 vjet, mas një 10-15 vjet pastaj i kujtohet që hey, gabim konë komplet, pastaj nuk e kiti në dorë çështjen. Shkon për një ekstremit, shkon në ekstremin tjetër. Dhe asnjëherë s'u gjejmë mesin. Kjo pjesë a dinë çka na mëson neve, që kur vjen dyshimi, mos hymbe me lip vet. Mos hyn se ti nuk ke mekanizma me lip vet. Në shumë raste, edhe na si thirrsa, si talebe, si hoxhallar, që bëjmë da vet, se kemi mekanizmin me e shqellu çështjen vet. Duhet më kthej dikujt shumë më lart atje. Mirë po, atë çka e dallon xhamatin prej hoxhës, se hoxha e ka mekanizmin ku me e gjejt, ti s'ki ku me e gjejt. Ti s'ki ku me e gjejt. Në qoftë se bazohesh në për tekstet që ti ki përpara, pjesa dërmuese e teksteve janë përkthy prej në anglisht në bosnjakisht, prej në bosnjakisht në shqip. Tash para mendo ka pak më pas ik përkthysit, çka del ti në fund atje me gjuhën shqipe. Kjo pjesa a ditit çka mëson neve? Që në momentin e dyshimit më të vogël, pa qartësisë, dëshirës për me ju qasë çështjet pak më gjatë, me i kthy hoxhës, me i kthy dietarëve, me i kthy gjuhës arabe, me të cilën Allah e ka zbritur wahyin, me të cilën kuptohet shariati Allah subhanahu wa taala. Thotë Imam Shatibiu, jo që me qenë për ati grupit i cili dojna mi shkel muslimat se zdin gjuna arabe. Zdin gjuna arabe të gjithë, e të zgjedhin një prej talebeve, e qojnë në mësu gjuna arabe dhe mjaftohen në atë. Mi po thotë Imam Shatibiu, varësisht çfarë grade ka njeriu në gjuhën arabe, atë që ka dhe grade në kuptimin e shariatit. Në qoftë se në gjuhën arabe është fillestar, edhe në kuptim shariatit është fillestar. Dikush që është fillestar në gjuhën arabe, si na të fol tash fillestar për ata të cilët as kursin e gjuhës arabe s'kan kryer. Këto që kanë kryer kursin e gjuhës arabe, këto janë në fillim janë të fillimi. Domethënë të fillimi te grada e fillimit janë në fillim. Nëse janë nisin me kry fazën e fillimit. Imam Shatibiu thotë, kush është fillestar në gjuhën arabe është fillestar në kuptimin e shariatit. Kush është mesatar në kuptimin e gjuhës arabe, është mesatar në kuptimin e shariatit. Kush është kulm në kuptimin e gjuhës arabe, është kulm në kuptimin e shariatit. Tash para më dikush që atë kursin e gjuhës arabe ka kryer 50% ose 70% ose 75%, se ka kryer deri në fund, edhe dali jep zonën për rrjetet sociale. Çka vjen pas rezultate? Pas rezultati është katastrofë. Kur thon fillestar në gjuhën arabe, dietarët fillestar e quajnë atë njeriu i cili e din Elfien e Imam Malikut. Jo që s'dini gjuhën arabe, nuk e dini çka është Elfia e Imam Malikut. Ama ata që i kanë marrë paketë gjuhës arabe, e dinë çka është Elfia. Elfia është një poezi një mi varçe. Mu mësu ajo mirë. Ajo për mu mësu mirë, do punda. Është përgjithësi në tematikat e gramatikës. A gramatika është landa ma e urryer për talebeve. Ja me gramatikë, po pa e kuptu gramatikën, ti s'e kupton shariatin, s'kuptohet. Dhe prej kësaj pastaj lindin probleme. Mas një 10 vjetëve, 15 vjetëve, i kujtohet, po pas ka pas shumë diçka tjetër. Ka pas, po ti si ke pa. Mirë po, për atë 10 vjeqin, e zullumi dhe padrejtësisë edhe fesadi që është bën, atë kush e pagun tash. Mesazhi i kësaj pike, çdo dyshim, çdo paqartësi, trokite derën e hoxhës, trokite derën e hoxhallarëve, e dietarëve, që ti jesh rahat në kuptimin e fesë së Allahut subhanahu wa taala. E dyta, rreziku i shoqërimit me bidatxhit. Rreziku i shoqërimit me bidatxhit. Sot na shohim në jetën tonë përditshme, edhe më herët, po edhe tash e shohim se cilat janë pasojat. Për një 10 vjet, për një 15 vjet, i thuhet lëmdumi rrugët e udhëzimit. Se s'ka mundësi njeriu me qëndru me bidatxhit 10-15 vjet edhe me qenë i njëjti. Ose ata kanë më bëu sikur ti,
ose ti ki më bosë shkur ata. Njona po pa tjetër. Ama të dytë, në gjendjen e njëjtë, pas 10 vjetëve, s'ka shanca. S'ka shanca. Dhe këto është rreziku. Me qëndruar bidatxhit që dietarët e selefit për distancimin prej bidatxhive kanë folë shumë fjalë të njohura për të gjithë ne. Të ka bërë disa prej gjunave, ka menduar që janë të mëdhaja, e Allah ibn Umeri ka thonë, jo, nuk janë të mëdhaja. Gjunat e mëdha janë al-ishraku billah. Shirku i madh. Shirku me Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa qatlu an-nasam. Vrasja e njeriut. Vrasja e njeriut pa hak. Al-firaru min az-zahf. Ikja ditën e ballafaqimit. Kur ballafaqohen të dy ushtrit, çfarë ditë me ik? Është për gjunave të mëdha. Thot, wa qadhful muhsana. Akuza, pra me akuzu do një të pastër. Qoftë prej burrave, këto është estek për gratë, ama këtu hynë edhe burrat. Këtu hynë burrat edhe gratë që janë të martuar, që janë të pastër, do të thonë që janë të moralshëm, që nuk kanë bërë zina, edhe janë edhe burrat dhe gratë që janë beqartë, që nuk janë të martuar, por janë beqartë. Kush i akuzon ata është prej mëkateve të mëdha. Hangja apo ngrënia e kamatës. Shfrytëzimi i kamatës. Ngrënia e ushqimit të pasurisë së jetimit. Është për gjunave të mëdha. Wa ilhadun fil masajid. Al-ilhad al-dhulmu wal-udwanu wa asl al-ilhadi al-mailu wal-udulu an ash-shay. Ilhad në për xhamia do të më thonë padrejtësi dhe armiqësi. Padrejtësia më e madhe, armiqësia më e madhe. E keqja më e madhe që ndodh në për xhamia është devijimi prej parimeve. Është përhapja e bidatit. Është për naudhu billah në kohën tonë modele kjo ndodh, është përhapja e kufrit dhe shirkut. Edhe në kohë tjera ka ndodh. Në për xhamia mu përhap kufri dhe shirku. Mu përhap adhurimi i varrezave, në për xhamia bëhet. Në për xhamia thirret për zbatimin e ligjeve shariatike. Në për xhamia sot bëjnë thirrje për votimin e deputetëve që i kanë dalë karshi Allah subhanahu wa taala. Sot në për xhamia i për fetva për më fut në përushit dhe policisë të tagutit. Sot në për xhamia nuk bëhet vetëm këto. Sot xhamiat janë bërë dhe vend ku shkojnë votu njerëzit për sistemin demokratik. Në një prej fshatrave zgjedhjet e kaluara, për shkak se shkolla ka qenë kanë renovim, nuk e di çka, e kanë lishu podrumin e xhamis për i vendos kutijat për me votuar. Kështu i kam informacion. Edhe kjo ndodh. Po mi për kjo kalon shumë e thjeshtë. Kjo është prej zullumit më të madh. Kjo është prej të keqes më të madhe. S'ka më të keqe se kjo. Pastaj tha, prej mëkateve të mëdha është tallja. Mu tall me njerëzit. La yaskhar qawmin asa yakunu khayran minhum. Mos tallet një popull tjetër, se ka mundësi ata më qenë më të mirë se jo. Mi largu talljes, mos mu tall me njerëzit. Ka dallim mes talljes dhe hajgares. Ka raste ku njeriu bën hajgare, lum me shoqërinë, mirë po ata e marrin për të keq për tallje. Tallja është për qëllim me nënçmund dikan. Me përçesh dikan, me nënçmund, me shkel dikan. Hajgare është hajgare me bë. Me bo hajgare. Pastaj tha, edhe me i qu për gjunave të mëdha është mu bo të sebeb që prindërit e tu me qajt prej mos respektit. Për ndonë do njerë që njeriu, Allah në falë të gjithve, ndonë do njerë që njeriu me bo vepra jo të bukura, me cilat bëhet shkaktar që me qu me kajt nanën dhe babën. Baba dhe nana s'ka shka me të bëhet, se të ka e vlat, po piskej që janis me qajt. Dhe kjo është prej gjunave të mëdhaja. I tha Abdullah ibn Omeri këtij njeriu, "Atafraqu min an-nar wa tuhibbu an tadkhul al-janna?" A friksohesh prej zarmit dhe a don që me hyjë në xhennet? Qala i wallah, tha po wallah du. Qala i tha ahayyun walidak,
a i ki gjallë prinderit? A i ki gjallë prinderit? Tha, e kam gjallë nanën. I tha Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu, "Law alanta laha al-kalam wa at'amtaha at-ta'am la tadkhulanna al-jannata majtanabta al-kaba'ir." Në qoftë se fol me ta fjalë të buta. Fjalë të buta se cilën ta kuptoj çish është ajo e buta. Veç but me fol. Veç let me fol. Dhe me i dhanë ushqim me hangër, ke më fut në xhennet në qoftë se largohesh prej gjunave të mëdha. Ka thënë dietarët, këtu Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhu e përdori stilin e Kur'anit në këshill, ku bashkoi mes tërheqjes vërejtës, mes frikës dhe shpresës dhe vullnetit. Fillimisht e tërheqi vërejtën aty në shpenzë armit, kjo më shumë me friksua. Po. A do me hinë xhennet? Po. Më thonë frika dhe shpresa janë dy krahët të cilët i japin balans jetës së njeriut. Çdo që njeriu i jep vetes luft, i jep hapësirë, le ta përkujton frikën. Çdo kur të shtohet shumë frika, le ta përkujton shpresën tek Allahu subhanahu wa taala. Çka thon dietarët në shpjegimin e kësaj pjese të hadithit? Se kur ti të folish fjalë të buta, edhe të japsh ushqim. Ka mundësi nana me qenë e pasur, s'ka nevojë për ushqimin tanë. S'ka nevojë as për shtëpinë tënde. S'ka nevojë as për parën tënde. S'ka nevojë kur gjë për ty. Ama ajo ka nevojë çdo herë për fjalë buta. Ajo ka nevojë çdo herë për fjalë të mira. Këtë mujnë me kuptua shumë mirë djemë të ri, posaçërisht, derisa nuk kanë fillu me punua, as nuk janë punë, as nuk qojnë bukë të shpia, as nuk qojnë vesh mbathin shpi, as shpijen se kanë blej, as kur gjo, ama i madhe, i fortush, bura. S'ka nevoj nana ushqim për tyje, sa e talan ti ushqime. S'ka nevoj as mja për ushqimin të shpia, se baba e qënë të shpia, ose e qonë do një vllot tjetër, ose e qonë mot, ose nuk për ty s'ka nevoj. As mi blej petka s'ka nevoj, as mi dhënë pare, se ka dhe pare, ama me a thonë një fjallë të butë, një fjallë të mirë ka nevoj. Ka nevoj çdo herë. Çdo herë nana ka nevoj që fëmiu i saj mi fol fjallë të buta. E si me qenë gjendja jonë më saktësisht, e ka përgjën Bukhariu një ajet kuranor e transmetim nga Urwa radhiyallahu anhu. Thotë Allah në Kur'an, "Wakhfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira." Dhe shtri krahët e tu në shenjë mëshire edhe përullësie para tyre dhe thuaj, o Allah, mëshiroj ata që shumë kanë mëshiru kur kam qenë i vogël. Thot Urwa, la temna min shay'in ahabba'u. Mos i pengo prej diçkaj çka ata e dojnë. Dhe këtu në klapa i jashta gjunaheve. Do më thonë, jashta diçkaj që është ndaluar shiratikisht, këtu apo thamë që këtu s'duhet me ju nështru, ama duhet me respektu apet, me po me ju nështru të këtë gjuna s'duhet. Në sene tjera, thot Urwa, në shpjegimin e këtij ajeti, mos i pengo prej seneve çka ata i dojnë. Para mendon me thonë nana, po folim tash për neve të rritur, me të bënë nana për ditë kërkesa, që nana tana dhe në mëshirojnë, valla në mëshirojnë, s'kan shumë kërkesa. Po para mendon për ditë në kërkesa, edu këtë, edu atë, edu këtë, du me më qukë tu, du me bo ata, wakhfid lahuma, kuptime e dit, thot Urwa, mos i pengoni për asaj që ata e dojnë. Mos i pengoni. Për derisa nuk ka gjuna, mëkat, kufër, shirk, ose zullum, mos i pengoni. Thot në Adwa'ul Bayan, awa min ash-Shankiti rahimahullahu ta'ala, wakhfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma, an al-janah huna yustamalu fi haqiqatihi. Janah i thojnë flatrave, krahve. Thot këtu janë përmend në realitetin. Qështu që shka ardhë, qështu kuptohet ajeti. Pse?
Për shkak se gjendja nuk është e njëjtë kur e ke dorën lart e kur e ke dorën poshtë. Hiç pa i fol nanës dhe babës. Hiç pa ja thon asnjë llaft keq. Pa i thon kur gjo keq. Veç me apo kështu, s'ka nevojë me fol. E Allah thot, uakhfid, dorën, krahët tu, lëshoj poshtë. Për ullje dhe mëshirë ndaj prindërve. Për shkak se si qot gishti, ose si qot dora, ose si qon të dy durt, pa vepru kur gjo, veç me i qun altë, është keq. Po me i përdor, pastaj na udhë billa, Allah në arrujt. Allah në arrujt, me ngrit dorë, karshinamës. Allah i rujt dorë tona, mës me prejkë nënën tonë, vetëm se për butësi dhe për të mirë, dhe për hajër. E Allah thot, uakhfit, unë e dorën poshtë, jo lartë me mojtë. Se me bu me qun altë, o rezik, o problem. Wa kur rabbirhamhuma kema rabbejani sagira, dhe thuaj, o Allah, më shiroj këta, qyshëm kanë më shiru mu, kur unë kam qenë i vogël. E lusim Allahun që Allah të në vantimit kujdeshëm dhe i nanave tonë dhe babalarve tonë. E lusim Allahun që Allah të në i falë gjunat tonë. E lusim Allahun që Allah të në i falë gjdo lëshim që kemi bënë dhe i prindërve tonë. E lusim Allahun që Allah të në mundëson që për dëshmërim, vazhdëshmëri të jemi të kujdeshëm dhe të kërkojmë halallëk prej nanave dhe babalarve tonë për lëshimit që ne kena bënë. U subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.